René Refo është kthyer në një nga emrat më të komentuar të orëve të fundit në rrjetet sociale dhe mediat online. Gjatë një përmbledhjeje të eksperiencës së saj në podcast, ku ka intervistuar figura të njohura të artit dhe jetës publike, ajo ndaloi edhe tek aktori Laert Vasili. René tregoi se fillimisht kishte një vlerësim të madh profesional dhe respekt për karrierën e tij në teatr. Por sipas saj, gjithçka ndryshoi pas realizimit të intervistës në podcast. Ajo pretendon se më pas ka marrë një video mesazh nga aktori, të cilin e cilsoi shqetësues, pa dhënë detaje mbi përmbajtjen. Në deklaratën e saj, Refo la tu kuptohej natyra e videos, duke thënë: "E kuptoni vetë për çfarë video bëhet fjalë." Ajo shtoi gjithashtu se pas këtij momenti ka shmangur disa evente publike, kur ka mësuar se aktori mund të ishte i pranishëm. Deri tani nuk ka pasur reagim publik nga Vasili lidhur me këto deklarata, ndërsa ngjarja vazhdon të qarkullojë gjerësisht në rrjet.